Pse vjen shpifja nga njerëzit? Vjen nga zelia dhe nga çmira. Po pse është çmira dhe zelia? Vjen nga krenaria boshe, sepse vetëm krenarët shpifin. Njëri që është i përunjur nuk shpif kundër të tjerëve. Dhe shpifja është një mëkat shumë i madh. Shënë janë Goarti thonte që shpifsi është më keq se kanibali, se kanibali ha vetëm mishin, po shpifsi përpiqet të hajë dhe shpirtin tënd, sepse shumë njerëz nga shpifja mund të kenë kaluar në dëshpërim, ose janë bërë si ai që shpif. 3 rruga kur njerëzit përballen me shpifjen. E para dhe e dyta janë njerëzore, që ai shpif një herë për ty, ti fillosh shpif 2 herë për të, edhe bëhesh si ai. E dyta është që ka lënë dëshpërim. Madje njerëz shpeshherë kanë vrarë dhe veten nga hidhërimi dhe nga dëshpërimi i madh. Rruga e tretë që është hyjnore është që ngrihesh mbi këtë dhe nuk i dhe veshin shumë atyre gjërave, sepse Zoti, nëse ne do ngrihemi mbi këtë, do i zbulojë përsëri gjithë shpifësit. Dhe ata që shpifen edhe e durojnë me durim të madh, sipas mënyrës Zotit, Perëndia do i lartësojë. Shpifja është një mëkat i madh. Në shkrimin e shenjtë tek Proverbat thohet kjo: gjuha e shpifësit vret 3 vet. Vret atë që shpif, vret atë që dëgjon dhe vret dhe atë që ka shpifur. Prandaj dhe shpifja është kaq shumë e dënuar në kish. Nganjëherë njerëzit ndoshta edhe pa i vënë veshin i përhapin shpifjet. Kështu që duhet kemi kujdes shumë kur gjërat që dëgjojmë. Mos themi gjëra pa e ditur që është e vërteta ose nuk është e vërtetë. Madje shenjtorët dhe kur mësonin që diçka ishte e vërtetë, përsëri nuk flisnin për atë, po mundoheshin edhe t'i mbronin